Sa herë ngjarje tragjike tronditin opinionin publik, sillin në vëmendje rëndësinë e jetës dhe sigurisë së çdo përdoruesi të rrugës, shqetësimet për mungesën e kujdesit në qarkullim dhe respektimin e rregullave mbeten të pranishme jo vetëm për drejtuesit e mjeteve, por edhe për këmbësorët. Ato që njosin me makina që po marrin njerëzit në qa, të ketë masa më të forta. Njerëzit janë pa energjishëm, sinjalistika është e pak. Edhe ndriçimi është i pak. Mjafton me zbatu rregullat e qarkullimit dhe të them që gjërat zgjidhen. Duhet menaxhersi. Një pjesë e rëndësishme e ndërgjegjësimit për sigurinë rrugore mbetet roli i trajnimeve dhe programeve sensibilizuese që kryqi zhvillon për të rritur kujdesin në qarkullim. Ajo që është bëjmë më të shpesh janë trajnimet që bëjmë për kandidat për le drejtim automjeti, të cilët do pajisin me patenta. Ne kemi pa tek personat që janë përballë më herët me aksidentet. Ato si duket e kanë më prezente rëndësinë e marrë strukturën e njohurive. Janë ato që ne duhet bëjmë në minutat e para që ne e quajmë minuti i art. Nëse përvetësohen ashtu si duhet, shive që kanë një nimes për të aksidentuar dhe vetë për personat e tjerë që janë përfshirë direkt ose indirekt në këto aksidente. Siguria rrugore mbetet një përgjegjësi e përbashkët, ku kujdesi drejtuesve të mjeteve, respektimi i rregullave dhe ndërgjegjësimi i qytetarëve luajnë rol të rëndësishëm në parandalimin e aksidenteve.